Ajo mendësi ka fillu të zbehet dhe të zbehet për ditë e ma shumë. Unë pres që bashkë... është ajo mendësi në pushtet? Po, është mendësi e krijuar në pushtet. Mendësia për me i fitua zgjedhjet dhe mos me krijuar institucione, për me lënë gjitha mekanizmat institucionale me ushtrues detyre, është mendësi e dobët. Është mendësi që nuk i duhet vendit tonë, nuk i duhet zhvillimit tonë. Po thoni është ka bëhet qëllimshëm. Nuk besoj që ka rastësi, kur unë kam fituar shumicën dhe nuk më pengon kush për t'i bojnë këto institucionet, nuk ka rastësi. Aty ka mendësi politike që unë nuk e di ku dëshiron të shkojë dikush. Por unë e di, i njeh këta njerëz, i njeh njerëz edhe brenda subjektit që po udhëheqin me qeveri në detyrë. Po një pjesë e tyre e madhe kanë qenë bashkëpunëtorë tuaj. Ata njerëz do ta kthejnë mendjen nga vendi i tyre. Ata duhet ta dinë që nuk ka boshte të tjera përveç boshtit të Smirës të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Anglia, edhe shtetet perëndimore që na kanë ndihmuar në luftë, na kanë dalë në ndihmë. Nuk ka tjera rrugë përveç këtyre në rrugëve për me ecë drejt integrimive në NATO, në perëndim dhe rrugës drejt zhvillimeve të reja. Politika e sigurisë që udhëheqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga NATO, ne jemi aty. A jemi përse na, i madhe i vogël jemi ka flasim për antarësim në NATO, po viteve të fundit, kudo që kemi mujt e kemi zvarrit që të punë? Ushtria shqiptare të Kosovës ka hapur rrugë për jetë, për liri dhe perspektivë. NATO e ashtu që ne e kemi thirrë dhe ka ardhur për me na shpëtue. Tash në këtë rajon është NATO. Ne jemi në NATO. Ushtrinë e Kosovës e ka bërë NATO. Nga forcat nga trupat e mbrojtjes Kosovës, edhe tash ushtrinë e Kosovës dhe forcat e sigurisë në vend, edhe policinë, ju e dini që gjitha janë mbi plane dhe programe të organizuara nga strukturat e NATO-s. Të cilat 2023 e kam përjashtu FSK-n për ushtrimeve Defender, të cilat kam pas qëllime jo po kërkesat qarta ndaj autoriteteve të Kosovës, që pak ma shpejt edhe ma seriozisht ta marrin që të punën e antarësimit, edhe autoritetet tonë nuk e kanë marrë seriozisht. Ka njerëz që nuk lejojnë me shkue, anej ka fillon e mendësia e keqe. Shembull, ju e dini, e kemi një bashkëluftar të imin, komandant, ministër të ushtrisë, mbrojtjes. Ai nuk lejan, nuk e vë vetën në pozitë për të punuar kundër interesit vendit për antarësim NATO. Unë e di që ka vështirësi edhe ai edhe unë, edhe tjetër kush. Unë e di që gjithherë vonohemi kur bën kërkesa nga mesht, gjithherë disi i shtymi në kohë. Mirë po ka ardhur momente kur shumë ma vullnetshëm, shumë ma me zo orientues, do të jemi për dete ma shumë dhe do t'ja dalim. Ne jemi jo veç të interesuar, po vetë na jemi në NATO. NATO e ashtu. Nëse po thoni vonohemi, po e pranoni që ato që jo më ka e thomë, unë e veç për i thomë zvarritet, ju po thoni vonohemi për shkak se s'po thoni me adresu fajt, që shdo që të është, po besoj që po e dim që kemi pas shanse me shty për para që të proceset dhe se kemi shty rrës që saj, besoj që pajtu. Sa ma shumë që po zvarritet, Leo. Ka dikush, ndoshta edhe unë dikun, që i vrejnë dobësit e atyne që puna zvarrisin. Sa ma mirë të njohim dobësit e tyne, ma letë dhe ta kemi t'i vëm për balë dhe t'ju tregojmë rrugën. Ne në Kosovë po jetojmë të lirë që po bëhen 27 vite. Këto shqiptarët e kanë provu lirin. Nuk kthehen mo askund në kontroll të askujt. Ne pranojmë që Shteti i Kosovës, Pavarësia e Kosovës është